10 persona u pyetën në polici, por dëshmitë e tyre nuk ndihmuan hetuesit për të zbardhur atentatin. Por ka në fakt, nëse e kujton, ka dhe diçka shumë të rëndësishme realisht vrasja e Ravikut. Se 2-3 muaj pas vrasjes së Ravikut, policia e shtetit dhe prokuroria goditin grupin Qapja. U arrestu Ardiani, u shpallën kërkim me Florenci, që sot rezulton i dënuar edhe Ardiani edhe Florenci Qapjat. Ndërkohë që 2-3 vjet përpara, Qapjave u bën një atentat shumë i fuqishëm, ku ishin gjithë burrat e fisit Qapja, gjendeshin në një lokal, u sulmuan nga 4 uniforma policie. Dhe sot asaj dite ajo ngjarje nuk ka autor. Vrasësi sipas hetuesve ishte me pagesë për nga mënyra e realizimit të atentatit. Aso kohë u deklarua se sipas grupit hetimor, vrasja e Gurës kishte lidhje direkte me detyrën e tij si avokat. Avokati njihej si mbrojtës i Akmares për drejtësi, i fisit Qapja në Elbasan dhe avokati Emiliano Shullazit. Vrasja mafioze e avokatit Ravik Gura në qendër të Elbasanit nuk u zbardh kurrë, duke ndjekur fatin e disa prej ngjarjeve të rënda të ndodhura në qytet prej vitesh. Për zbardhjen e vrasjes të Ravikut realisht ekzistojnë gjitha mundësitë. Unë besoj se SPAK-u është afër zbardhjes, ka dëshmitar, ka fakte, ka prova. Elbasani, duke qenë se ka pas shumë grupe kriminale, ka gjeneruar edhe shumë dëshmitar të drejtësisë, që realisht edhe kanë folë dhe kanë nxjerrë edhe emrin e Ravikut në dëshmitë e tyre. Pas këtij rasti, ngjarjet nuk u ndalën. Në vite të ndryshme janë shënuar sulme fizike ndaj avokatëve në Tiranë, Fier, Vlorë dhe qytete të tjera. Avokatët janë goditur me grusht, mjete të forta, apo janë kërcënuar për shkak të çështjeve që kanë mbrojtur. Në disa raste, autorët kanë qenë persona të përfshirë në procese gjyqësore, në raste të tjera, familjarë të palëve në konflikt. Një për rasteve më të fundit ndodhi në Tiranë, më 29 maj 2024, ku avokati i njohur Sokol Mëngjesi u sulmua brutalisht në mes të ditës në zonën e ish-bllokut, ku sapo kishte lënë fëmijët në kopsht. 3 persona ju ofruan dhe goditën me sende të forta, grushta dhe shkelme. Sokol Mëngjesi pësoi fraktura të shumta në kokë dhe u dërgua në spitalin e traumës. Fillimisht në